Përshëndetje miq. Po takome edhe në një emision të ri. Boj thome emision se faktikisht e kemi lënë formatin e këtij emisioni bashkëbisedim me musafir ndryshëm. Sot kemi një musafire e cila është kandidate për deputete në Kuvendin e Republikës Kosovës nga komuna e Gjilanit. Ajo është Lindije Vranovci Matoshi. Lindije, faleminderit që pranove më kom pjesë e këtij bashkëbisedimi. Përshëndetje gjithëve, ju falenderoj juve për ftesën. Na I bën hallall se nashta të kemi ndo pak prej kohës, tash është fushata dhe ki angazhime, mirë po nuk jo marrim shumë gjatë, një bashkëbisedim 10-15 minuta. S'është problem, besoj që për çka kohë se kemi problem, kështu që faleminderit. Apo na tregon faktikisht për ata që nuk e njohin, kush është Lindija? Një biografi të shkurt. Po, patjetër. Unë jam, domethënë, e Gilanit, kom lindur në Gilan. Edhe shkollën fillore të mesme e kom kryer këtu në Gilan, të mesme në gjimnaz matematikor natyror. Masana e kom vazhdu me fakultetin e letërsi dhe gjuhë shqipe, cilin s'po mund me përfundu. Ajo, Për pak kohë, me thonë drejtën, se kjo ka qenë periudhë para luftës, dhe dikon isha dhe 3-4 provime absolvente, veçesha. Absolvente, fakultetin e letërsive. Po, ra lufta, biles që atë kohë në Prishtinë, natë, do me thonë, kër kanë fillu bombardimet, vëshim kohë në Prishtinë, dikush të I ke rreses, ndodhë kur gjatë, dikush të I ke mami shku në shpesi si dijet. Kanë studentë banu... Po, në Prishtinë. Konvikt, a? Jo, në kështu në banes me qira, privat, po. Edhe të kurizi bila aty, kanë me të gjitha gjanat, me libra, me... Moment që kanë ndërhy NATO, ju largu të Prishtinës, a? Jo më largu, erdha në shpe, prendë të më thëshin hajde në shpe dush me qenë, se si dihet, sa zgjatë, çka bohet, edhe pse dikush të I ke, jo, pëse kjo është një punë, shpejt zgjidhet, po babi tha patjetër dush me ardhen. Okej. Dhe vëllon për 4-5 provime, a? Po. Kemi pa... Po valla, dhe me thonë drejtën nuk është që së më ka flajt në shpirt, e kom dash shumë, edhe për qatë arsye dhe kom shku. Po edhe më shkon letërsia, po për të pak, më ndej mas luftës, mu boje pa mundur me vazhdu, banes të me thonë, I shkatru gjithë shka, I kishin marrë me libra, I kishin shkatru, ku ke banu? Po, ku kom banu. Po, dhe aty me gazdavarve, jo vish neve, dhomën tonë, libra, çka kemi pas, çka do qoftë. Tani kur u ktheva u bo dyqysh pak si e pa mundur se a I shko këtu, a I shko aty, e din, s'disha, su nuk kyqa prap, më thonë drejtën. Mandej ajo mbeti. Tash me shkollën tani çka ke bërë? Po, tani fillova një periudhë shumë shkurt, po unë realisht më herët na kemi pas, domethënë, shitore të kfucave, kemi pas biznes tonin, jemi marrë familjar, po kemi pas bilamër në Gilan, tematosh dyqysh. Tematosh, shkon, emri biznesit kon tematosh? Jo, emri Europë e kemi pas emrin dyqanit, ama jemi kon krejt familjar që aty kemi punur. Adin, e lidha këto se kur s'kom nejt, gjithë ju marrë me diqka, kom pas shef me punu diqka. Tematosh ti faktikisht e martuna, po? Po, emri familjes është Vranovci, do me thonë. Edhe e njësa kështu për biografin tem, më ndej, po, edhe më ndej fillova një vjet, jo shumë, por një periudhë shkurt, kom punu në bank, më ndej e pashtë arsysh me thash, sigurisht më duhet edhe ekonomin me kry pa tjetër. A tu të lindi ideja, tu punu në bank? Po, tu punu në bank. Me fillu me ekonomi? Me ekonomi, se do isha, gjithmonë e kom qef me hidë sigur, dikon nuk më pëlqen ideja, du me pas taman shkollimin e durës, shka do qoftë, për me punu diçka. Aty e fillova fakultetin, e mbarova, besa dhe gjithmonë nuk ka pëlqy, drejtimi jam, po nuk është që s'kom pas qef edhe diçka tjetër me punu. Tamam, ki pas ambicje dhe tjera. Po. Kom kry shumë kurse, kom shku në Akademinë e Burimeve Njerëzore, jam trajnu të në kohën, se më pëlqen. Me gjuhë të huja që shie? Me gjuhën angleze shumë mirë, bile dhe shkollë të mesme, nuk është që s'kom pas ide do isha me shku me studiu jashtë në Angli, po pak kushtet në qatë periudhë se
baba na e largun vitet e 90 për punës. Ishim pak kushtet jo të mira, për me mujtë me vazhdu, nuk është që s'm ka met me rak, se më ka pëlqy gjua angleze, edhe ajo, po mirë, do me thonë s'ka problem edhe këtu jem gjithë mirë. Qysh është një ditë e zakonshme për ty, Lindje? Një ditë e zakonshme për mu është... Jashtë fushatës. Jashtë, po, në rregull, po. Kështu, një ditë, unë si tep, si natyr, jam shumë e qetë, shumë e buzëqeshun. Çdo ditë, do me thonë, shumë shpesh një shumë njerëz thotë unë u qova për gjumit, më duhet kohë më këfilmu, unë e qysh vi me flaj qashtu qona. Nuk e ki problem? Hiç e kom problem, gjithë jo me disponume në përgjithsi. Po me ra me fjet nervoz, a qosh nervoz? Jo. Ndron? Jo, besa dhe shumë rrallë më duhet me ra nervoz, se nuk jam është interesant, bile, për më mbo nervoz mu du të shumë diçka me pas. Na po, a? Po. E nëse bësh nervoz, zakonisht, qysh qetësohesh? Ku e gjen atë qetësinë apo ngushëllimin për me te kaluat nervozën që ta ka shkaktu një problem? Pa di qysh, unë shpejt edhe kur bona nervoz, e dy qysh nalna dhe me na i thëm, po gjithë se cili e ka bën një arsye se tha qështu që unë e kam do mekanizma që mbrojtëse të vetës edhe e qëtësoj vetën tu i thonë po jo bre se e ka pas që të arsye që ato nështë ka gabu, nështë ke moment të keq, nështë e din mundësisht nuk du negativisht mi po njerëzit, sinqerisht e kam, kështu e kam njëtë se gjithë kush që kanë thonë pa hinë këpuca dikujna së ne kuptan njeren. Edhe shpesh më ka dalë që ashtu nëse për shembull për ty sotëm qapat be kë, nesit e më ka tregu një jem konë qështu këm pa pshe, ka pas një arsye, se jo viq hajt nuk e bën njeri për shembull mu sill keq ose diçka. Ka dhe unë s'po them që krejt njerëzit jo njëjt, po në përgjithësi po dhe së mbjen mu shumë me njerëz ashtu që s'bën heq, po zakonisht qështu më ka ndodhur. Dhe më thonë mundohesh me arsyetu tjertë? Po, shumë e arsyetoj, shumë edhe shumë humane. Mundona më konë shumë humane, tash edhe punën që e kom fillu që e kom biznes temin. Qka punë? Kom kështu agencion rekrutimi ose kompani rekrutimi, deri tash kom punëcu jashtë. Do me thonë... Qëfar lamije? Një infermieri, me mjekësim përgjithësi, edhe e kom punësu disa njerë që për shembull në kurs ju ka jep mundësia, që kanë kushtet e vështira, këta ju ka mundësu, s'kan pas as pages, as kur gjo, pos dokumentet e veta mi regullu, i kanë sjellë te unë, mandej unë i kom dërgu për Austri, tash janë të punu, janë shumë të punëtor. Me qëfar shtete ki bashkëpunim përveç Austrisë? Deri tash kom pas veç me Austri, tash kom fillu edhe me Gjermani, po në Austri jam të e një projekt shumë të madh që ka me qenë përimi shumë i mirë, me punu punë sezonale. Ajo i mundësot, si kur me thonë, 2-3 muj me punu, është mundësia që ata për shembull... Kryesisht për infermiera, po? Jo, kjo puna sezonale është hoteleri, ka me pas lloj-llojsh. A pe ke këtë problemin, nëse të thotë dikush po kontribon me zbrazjen? Me zbrazjen. Kam thonë disa njerëz, po une nuk mendoj ashtu. Nuk mendoj se une nuk e shprazja, ata edhe ashtu ishin shku kanë vendosur me dalë ata. Po, une edhe me desh suninari, me thonë drejtën, ama është punë as uni qas jashtë, po është puna këtu që unë ju jep mundësi, a din që ka njeri që për shembull më ka thonë, sikur qaq u lumturu, qaq u gëzu, se ja kom qeli rrugë, është mirënjohës shumë, se unë i kom qeli rrugë, a i din për të ardhmen, unë edhe kështu, edhe ku me ditë sa herë më jep mundësia njëtja kisha bo, se unë e po du minimu njerëzit, për shkak që na muj me thonë qka dush, po shumë e njeri i ka punë të vështirë këto. Po, financiarisht? Financiarisht, nuk është që i kemi punë super mirë. Edhe tash nuk po do këtë shumë përgjithësi, ama kur vinë të onë, ku mi tregojnë shumë gjana, nuk është edhe e letë. A ki në i rastë që më nëshme nga të regur, në i rastë dhemë shumë në diçka? Me amër, bjamër... Jo, me amër në jo, po për shambull në rastë që ka një familje, ka shumë fëmijë, edhe për shambull nuk ja del dot. S'gjindet, nuk ka punë. E kom një rast shumë të frekshëm për shembull, ajo zoja don më punësu çka do qoftë nuk e zgjedh, që është profesorish e gjuhës angleze me profesion. Burri vet i ka pas infrakt, nuk është në gjendje me punu.
Edhe tash I kam punë të vështirë, asaj mundësia si jepet këto. Ato jem nuar kështu intensivisht me ato me punësu në Austri me patjetër. Ja ke mundësu me punë atje? Alo s'ka shku, veç është në procedurë. Edhe qështu ka raste. Nuk është, do me thonë qëllimi jam nuk është mi largu mu më dhem ku shkon dikush jashtë, po ata që kanë vendosur ata shkojnë se kur e llogariti kanë shkuar në për Francë, në për kudo qoftë, kanë nejt në për vende në rura më kanë thonë njerëzit që kanë, këta I kanë kushtet fantazi kanë, këtynve ju hapët një mundësi, ju qelen rrugt për jetë. E mos flasim kjo që është për punë sezonale, kjo është fantastike. Për rini që dojnë kur kthehen, mi vazhdu studimet, shkojnë për shembull, ju vjen ajo një ndim sado kudo për me vazhdu studimet, për me hap një biznes, për me qenë rrugë, unë e menoj që është shumë, edhe kam vendin ku shkojnë është fantastik. Të pas parasysh që ki biznesit tënë edhe kushtet financiare I kitë mira? Po, mirë. Atëherë, me të thonë, ose me të pytë, çka të dashtë me hymë politikë? Kjo është pyetje mbeti. Se zakonisht ata që kanë kushtet e mira në këtë pyetje gjithë ja bëj. Po aty në që kam po është një koincidencë ka njerëz që shumica përgjigjen njëjtë, po. Po, jo a di qysh kjo. Se ambicia jote me marrë politikë? Kjo puna në politikë ma shumë lidhet me tipin tam, karakterin tam që e kam, mendoj. Unë jam tip komunikativ, unë pëlqen me nejt me njerëz, unë pëlqen me fol me njerëz, unë pëlqen me unimu njerëzve, edhe e bëj, unë ashtu kështu jam të e bo këtë punë, do me thonë kjo paka shumë është e njejta, se edhe kjo në politikë ka me qenë për shembull sa të munësh me kontribu, mu konë më afër njerëzve, me ju ndimu, unë që qëllim e kam. Besa edhe e kam edhe një diçka që përmendoj edhe sigurisht që është e pamundur që s'ka më vo se Gilanin, deputet shumë pak e përmenit. Qyteti jam, Gilani, është që unë e du... Po ka nevoj për një zoma ma të fuqeshëm, se sinqerisht kohës fundit kemi me të shumë brapa si Gilan. Jashtë, do me thonë qytetet tjera kanë shu shumë a larg, na jemi kogja shumë brapa. Krasim e tjera? Krasim e tjera që të mojë. Po pse lindjen bashkë në Aleancë? Në Aleancë... Para kesh po të pësë, që sa je kysh në politikë? Do me thonë, e kom për cilë gjithë, e kom për krajë gjithë. Unë e vetë mu kysh është shumë frek tash, do me thonë. Tash, për të zhjede? Këtë ditë e fundit. Kjo është intervista ja me para, by the way. Edhe ju falenderoj shumë. Pas me komen e marë, inshallah. Inshallah, komen e marë. E para është po, jo inshallah e fundit. Tamam, ja, për politikë, nëse është edhe qka me na premtu, para se më përgjithë. Nëse fiton deputete, keme na qitin të rejtë. O, me pa tjetër. Majna për qone, se cilit musafir jam t'ja qitë si kusht musafir. Që e maj fjallën, besa me t'i tregu sot, hiq ma larkë se sot dhe mesajtë që më kanë arë për do kandidatëve të me, nuk unë ishme besu. Për kraje? Për kraje morale, po edhe kështu që shumë njerëz ju kanë premtu shumë që kur s'ja kanë kry punën, kur s'kemi besu, se gjithë kur shikar të unë ka thonë, unë jam baksus, këmë thonë jo të anë e si e baksus. Tamam, vlerësoj. Kështu që e maj fjallën. Okej, e pse pra bashkë në Aleancë? Në Aleancë i kom tregu edhe kryetarit Ramushit, që qysh edhe Genta kër i ka qitë këngën e parë, sa ajo është e Gilanit. Unë ka përqy, qysh ma ka thonë një farë ndjenjë, një farë emocioni, unë pëlqenë si politikan, është kraj luftës, pa tonë asët si shumë të e bo që intervjist keq, që kjo është idea. Krajnë e luftës e kom përkrojt gjithë, se po, edhe menoj që po të regoj edhe ty, krejt dhe ju thamë, për mu njësë në luft, nuk është duq kogja shumë më konë njëri i fort, se emocionalisht me të anat, se... Një fartrimnje... Po, po, se nuk mund e gjithë sesele. S'ka fjallë. Gjithë sesele. Unë në kotë luftës, kom qëndru në Kosovë, se edhe babën tam, do me thonë, një jetëja ka kushtu arsimit. Kotë luftës... Përmende edhe babën për ata që se njohin. Po, baba jam është Halim Vranovci, ajo ka kontribu një jetë për arsimin Shqip, do me thonë, gjithë mund. Prej se ajtash është në penzion, po si i ri në pozita që ka qenë, i ka ndërtu në kohën e vetë 16 shkolla, baba mi ka ndërtu.
në rrethinën e Gjilanit. Një jetë ka kontribuar, 16 shkolla. Plus asaj na ka pajtu dhe gjaqe, në atë kohë bile me një mësuesin Reshat ka qenë. Gjithë, do me thonë, ka kontribu për popullin tonë, për shqiptarët, deri në ditën do me thonë që ka punu, që ka donë në penzion. Po, në kohë të lutës, na kemi qëndru këto se baba s'ka leju me asnjë kush në shku dikon, për arsye se ka thonë në vendin tem se lëshoj ku u bo qka u bo. Po, në luft mande e kanë arrestu, erdhën në shpe, e morën. Edhe një muj, do me thonë s'kemi dit, a është gjallë, a është i dekun, a që ka ndodhë me ta. Po. Kështu që me një mënyrë ose jo, na gjithë kemi kontribu për shqiptarët, për popullin tonë. Kjo nuk është çudi, kjo është vish një vazhdimsi. E pas ke gjanë për babës me minimu tjerë kontribu për vene? Po, krejt familja do me thonë njëri ose tjetri janë me që kontribojnë, që dikush në arsem, dikush anej, dikush knej, po. Mami, për shembull? Ajo është një pjesë më e dhëmshme, se që thash unë nëse isha koncentru dikon ma shumë është ku më dhemë është mjekësia, ajo ka pas probleme shëndetësore që shumë si fëmijë kur jam konë. Apo? Po, edhe që aty që ajo pjesë më dhemë ma shumë, ajo ka ndru jetë në fillim pandemisë, kështu që mungojnë shumë, atë pjesë unë e kom bërbalu kur, asë njerë prej asoj dite që kanë ndodhë, false. është pjesa që më dhemë ma shumë. Kënë faljen se nuk e të tëmë që mundet me të prej ka shumë. Në çdo moment, kush do të qef për men, është pjesë që më dhemë. E ki pjesë dëmshme të me? Tamam. Po, ajo pjesa ku deshta me thonë të mjekësia është që dyqysh si fëmijë e kom përjetu. Po, qka këtor që këtë pas qefë më marë mjekësina? Gjithmonë, si fëmijë se e kom përjeturën, ato problemet e saj, ka dhimt ajo jeta që e ka bo nona jam, për shambull. Një këtë gatu kanë shumë, gjithmonë, me operacione, me probleme shëndetësore, edhe më ka dhimt shumë, unë si fëmijë s'kom ujtë kur gjë me ndihmu, besa dhe nëse kemi lëmën për ndihmë, po qatë që më kom kushtet atëherë, edhe tani dyqysh më ka met ajo pjesë, unë e menoj që sa në ma të rëndësishëm se mjekësia nuk ka, se shëndeti, do është ta me thonë realistisht se shëndeti. Një kontrast interesant. Anën profesionale, për shembull, që je shku në ekonomi, kështu anën ti dhe po kontribon ka ana mjekësisë. Ta spjegoj veç pak. Kjo ana me ekonomi, unë veç e kam biznesin, tash mundona knej, po, unë isha koncentru nëse diçka ishqon e mundur me kontribu, po du në qëtë lami, në qëtë pjesë, po du, për shembull, kom gjetë lidhje edhe për njerëzit me aftësit kufizume, mi u pru ndihma prej jashtit, kom e bo pa tjetër, kom jam të punu një projekt për me bo, për shembull, fëmit me pas mundësi jashtë mu shëru, me pas kontrola, gjana. Tash e lindje, të po kyqër në politike dhe me shpresën që edhe ke mo kanë pjesë e kuvendet. Po. Qka pritet prej teje nësën e fiton ullësën kuvendet, po? A ke me nalë biznisin tonë kënena me kontribu në njërë institucionale anej, apo qyshe shef? Këto biznisi se nëse politika i shkon, me ndalë krah, popullet që shduhet, të mos tyre që janë me smundje, me kriju një mirëqenje të mirë dhe me stabilizu mjekësin të na, për shembull, me ngrit, me pas investime. Nashta s'kesh pas nevoj biznisi ju të që? Po nëse s'ka, unë e shoh që shti të rrugës. Jo, du me thonë në atë aspektin që të nëse kontribon tash për një hinë politikë, çka pritet prej teje nesër, a kime ndërmarë si politikone hapa konkret në këtë aspekt, apo? Po, pa tjetër. Unë e shoh shumë largë karierën tem këtu tashtë, edhe e di që jam tamante një parti e qëllume, taj kryetari Ramushi është shumë përkras, po, kra Gjilani, selia e Gjilanit, për shembull unë ka prit me gra hapën, unë e thash, këtu është një familje e madhe e lumtur, selia në Gjilan, dhe kryetari i partisë Gjilanit, profesori, unë e ko pas profesor Nazim Gagica. A profesori ke pas Nazim?
po e kom pas profesor, edhe... Të njëfë shumë mirë si profesionist në Azimin. Po. O kone nashta në Azimi që... Po, pa tjetër, unë e kom për krahë hiq pa kom këto, kështu që po pa tjetër edhe më ka përqy, kemi me punu shumë bashkë besoj, shumë, edhe kemi mundu, ama jo viq për veti, po me kontribu të manë. Kjo është një fillim për ty edhe nuk me nënë më këti mrapa, ma? Jo, si janë shpreje. Unë e kom mundu krejt qka ato projekte që i kom mendu mendjen tem, kom i arrit me pa tjetër, kom kon kraj i popullit, zoj popullit. Kështu që kjo s'ka të ndalu, do me thonë kjo kam u rrit, kam u e vazhdu, besoj që shumë e njeri kam jarë pëmajle. Se na kemi me ngrit zonin, unë e shumë besoj se edhe partia kam na përkra shumë, se ata janë për popullin, me popullin edhe për popullin në qëto kohë. Na si popull kena nevoj për njerë sukseshëm, për njerë që punojnë për popullin. Unë jam shumë punëtore. Po besoj që një për ty në jeni, edhe po shpresojmë edhe po të urojmë që pas këty në zgjedhjeve me pas një vend edhe për juve në Kuvendin e Kosovës. Shpresojmë. Me kaq po e përfundojmë na këtë bashkëbisedim të shkurt me shpresë që pas zgjedhjeve thash na i ki bësh një drek edhe nëse për fund nëse ki diçka me thonë që s'kena mujt me cekna. Me pa tjetër kjo, do me thonë, shpresoj që populli është arsyeshme me më votu. Qef kisha pas pëse me rajt. Më falë, çfarë numri jenë listën e anotës? Numër 48. 48, kështu që kisha pas qef, pse jo, veç rajt nëse tham jo, për shkak se kisha dash mu zgjidhë se po du me punu, me kontribu, edhe besoj që kom i arrit. Durojmë shumë suksese. Shumë falinderit. Shikus ndërum. Bash ishte kënaqësi besava. Falinderit shumë për ju edhe njerë. Shikus ndërum, kaq për sot, shihemi në emisionet e tjera.